Uragani Heri, një stuhi e fuqishme meszetare, ka shkaktuar dëme të mëdha në rajonin jugor të Kalabrisë dhe në ishullin e Sicilisë, veçanërisht në zonat bregdetare. Moti ekstrem ka shkaktuar dëme të mëdha në rrugë, ndërtesa dhe infrastrukturë, me përmbytje, rishitje dhe evakuimin e 10 familjeve nga shtëpitë e tyre. Zjarfikësit kanë reaguar ndaj më shumë se 1600 incidenteve gjatë disa ditëve të fundit, me disa operacione shpëtimi të kryera me gomone për shkak të nivelit të lartë të ujit që ka mbuluar makina dhe ka përmbytur ndërtesat e katit të parë. Zonat më të prekura janë Catania dhe Catanzaro në Sicili dhe Kalabri përkatësisht, ku shkollat dhe zyrat publike janë mbyllur. Pamjet virale treguan valë të mëdha që përplasnin rrugët në qytetet bregdetare, duke detyruar njerëzit të largoheshin dhe të cilat shkatëruan një pjesë të rrugëve bregdetare në Santa Teresa di Riva, pranë Mesinas. Në zonën rreth qytetit të Sicilisë, Catania, valët arritën lartësi prej afërsisht 10 metrash. Këto përmbytje shemë shëtitoret, fundosën anije peshkimi dhe shkatëruan infrastrukturën bregdetare. Në fshatin bregdetar të Sicilisë, Punta Seca, restoranti Enzo Amare, i njohur nga seriali televiziv Inspektor Montalbano, pësoi dëme të mëdha, ndërsa plazhi Antikalje u shkatërua plotësisht. Sistemi i stuhis, i cili u intensifikua midis 18 dhe 21 janarit, solli rreshje rekord, erëra të forta dhe përmbytje të mëdha. Stacionet meteorologjike regjistruan rreshje të jashtëzakonshme, përfshirë San Sustene në Kalabri, i cili regjistroi rreth 570 mm shi në vetëm 72 orë. Në Sicili rreshjet intensive shkaktuan përmbytje të shpejta dhe rrëshitje masive të dheut. Uragani detyroi gjithashtu pezullimin e pothuajse të gjitha lidhjeve me tragete për ishujt më të vegjël, duke lënë komunitete si Pantelleria dhe ishut Pelagie të izoluar. Rrugët kryesore në Sicili u mbyllën për shkak të përmbytjeve dhe mbeturinave, ndërsa transporti rajonal e kurudhor gjithashtu u ndërpre. Vetëm në Sicili, autoritetet rajonale vlerësuan se dëmet e stuhisë të i kalojnë 500 milion euro, me bujqësinë dhe bizneset turistike bregdetare që pësuan më shumë. Ndërkohë që faza më intensive e stuhisë ka kaluar, autoritetet lokale mbeten në gatishmëri të lartë, ndërsa fillojnë procesin e gjatë të pastrimit të mbeturinave dhe rivendosjes së shërbimeve themelore në qytetet bregdetare të dëmtuara. Nga ana tjetër, vendi fqinj Greqia gjithashtu është përfshirë nga kushtet e egra klimatike. Moti i keq ka shkaktuar 2 viktima, ndërsa rreshtet e dendura dhe erërat e fuqishme kanë përfshirë pjesën më të madhe të Greqisë, në zonën metropolitane të Athinës, në epiqendrën e stuhisë. Një grua 56 vjeçare humbi jetën Ano Glifada, pasi u përplas nga uji përmbytjes, ndërsa një oficer 53 vjeçar i gardës bregdetare vdiq gjatë detyrës së tij pasi u godit nga një valë e madhe. Kushtet ekstreme kanë shkaktuar përmbytje të gjera, ndërprerje të transportit dhe qindra thirrje emergjente në departamentet e zjarfikësve. Deri të mërkurën pasdite, rreshtet intensive goditën qendrat të Athinës dhe të gjithë rajonin e Atikës, duke shkaktuar ndërprerje të konsiderueshme në rrjetin rrugor. Shumë zona regjistruan rreshje rekord, në total deri në 146 mm në disa qytete. Këtë të njëjtë pritet që stuhia të zhvendoset drejt lindjes, duke kërcënuar ishujt e Egjeut, me valë të mëdha dhe erëra me forcë uragani, ndërsa autoritetet mbeten në gatishmëri të lartë. Ndërkohë Greqia Veriore është në alarm të kuq për borë dhe temperatura nën zero, me pjesë të Maqedonisë Perëndimore dhe rajone të tjera të mbuluara nga dëbora dhe shirat e përzjera. Temperaturat ranë deri në -5 gradë Celsius në disa zona dhe autoritetet vendosën ndalime për automjetet e rënda, detyrimin e zinxhirëve të borës dhe përshtatjen e orareve shkollore në disa qytete për shkak të kushteve ekstreme.